keq me bilanci do rritet. Do rritet? Po. Do rritet është kush ka mbi 60% të trupit djegur me djegje të shkallës 2, probabilitetet sa janë? Janë shumë pak. Eksperti Bledar Bajrami ka folur në Top Story për tragjedinë e ndodhur në Maqedoninë e Veriut, ku të paktën 59 persona humbën jetën nga një zjarr në një lokal nate. 50 vet një derë është standardi. Duheshin 22 aty ndërkohë që ishte vetëm një derë, ke materialet që veshin muret e objektit. Nuk e di çfarë kanë përdorur materiale të lira apo nuk ka rëndësi kush e vuri zjarrin, rëndësi ka që nuk duhet të ishin materiale të djegshme. Ka sot materiale që shkrihen por nuk digjen. Më vjen keq për bilancin që do rritet, kush ka mbi 60% të trupit të djegur të shkallës së dytë. Probabilitetet janë shumë pak. Shikoj organizimin brenda, jashtë çdo lloj norme. Banda muzikore vazhdonte të luante muzikë, nuk u jepnin drejtim njerëzit. Paniku bën që njerëzit të bllokohen. Aty ishin 100 vet të dera, kush të dali pari dhe nuk del asnjë. Ata janë gjysma të pirë, godasin njëri tjetrin. Aty ka dhe njerëz të zhdukur, por këta nuk e japin. Aty janë shkrir hekurat, pra ka pasur një temperaturë të lartë. Duan që numrin të arrisin ngadal. U shpreh eksperti.